Unë e përshëndes thirrjen e kryetarit Abzhizhiku që edhe partitë e tjera, gjithë përfshirës të jetë presidenti. Pra të mos jenë veç dy subjekte, vetëm vetëvendosja edhe vetëm LDK-ja, të jenë edhe të tjerët dhe me këtë ide unë mbrëm ju kam shkruar të 3 kryetarëve të partive. I kam shkruar edhe kryetarit të PDK-s Betri Hamza, edhe kryetarit të ALK-s Ardian Gjini, edhe kryetarit të LDK-s Lumir Abzhizhiku, që sa më parë të takohemi dhe të merremi vesh për presidentin. Na duhet që të takohemi, një mend të flasim për karakteristikat e figurës presidenciale, por për bezë duhet të fillojmë flasim edhe me emra, sepse po humbim shumë kohë. A më shumë të humbim kohë nëse shkojmë zgjedhje. Pra, letë mos humbim kohë duke shkuar në zgjedhje, por edhe letë mos humbim kohë pa përmendur emra konkret, sepse të gjitha përfaqësimet e tjera politike janë ekipe, janë më të gjëra dhe i karakterizon funksioni e detyra e kështu me radhë. Por të çështja e presidentit e ke një individ unik. Mund të ketë disa ministra, mund të ketë shumë deputet, po president është një. Andaj na duhet të kalojmë tek emrat e përveçëm. Na duhet të kalojmë tek emrat konkret dhe të flasim, unë mendoj që ka me 10 të tillë në shoqërinë tonë, në universitetet tona, në akademinë tonë, në jetën politike, ata që kanë kontribuar në rezistencë paqësore, ata që kanë kontribuar në luftë çlirimtare, ata që kanë kontribuar në shtetëndërtim demokratik. Kemi me 10 figura që mund të jenë president. Tash më kurseni që unë të them juve emrat, sepse siç e dini, emrin që e përmendi unë po ja vën vulën time. Ndërkohë që ato personalitete janë të shquara në shoqërinë tonë, në popullin tonë, dhe unë kërkoj që sa më parë të ulemi me Betri Hamzën, Lumir Abzhizhikun edhe Ardian Gjinin, e kemi edhe ushtruesin e detyrës presidentes Albolina Haxhiu, që është shumë e angazhuar dhe interesuar që kjo të marrë fund. Albolina nuk është një person i cili është duke u kënaqur në pozitën e ushtrueses detyrës presidentes. Ajo është shumë interesuar që këtë ta marrë një figurë unifikuese për të cilën merremi vesh të gjithë ne bashkë. Faleminderit shumë.